në partijeve. Përshëndetje njerëzimi, mirë se ardhësh në këtë kanal. Më bëhet shumë qejf që kërkon në këtë video, siç e dini që më ka ardhur më në fund kjo drita që kam porositur në Amazon dhe duket natyrisht besoj edhe shpresoj që të duket kualiteti i videos më bukur. Edhe sot kam vendosur të hap këtë vlogun. Do thosh një përshëndetje Sofian apo ke qenë çakiske goja? Nëse Sofiani ashtu, do thosh një përshëndetje. Po me të që më qakisni jote. Edhe kështu që dhe me hap të vlogun për arsye se kam vendosur sot të ikim me të dalë me thënë drejt me kuratën time në Weihnachtsmarkt, janë festet e fund vitit tu në Gjermani. Edhe dilet në për qytetet janë të zbukuruara, ka gjë për të ngrënë, për të pirë, edhe kështu që është një atmosferë, më thënë të drejtën. Po mami, është një atmosferë kështu që është për Krishtlindje dhe kështu tash pse mos ju marr me vete. Edhe kështu që dhe më thënë drejtën një herë ta bësh vetëm hapjen e kësaj video. Kështu që do ik një herë tash te bashkëshortë time, ta takoj sepse kam qenë në gjësi nuk e takova dhe është gati ora 2. Edhe do ikim ke zyra, do shikoj se çfarë do bëj ndërkohë bashkëshortë time, edhe do ju marr gjatë gjithë ditës sot me vete. Çfarë të bëj ty? Nësa po erdhëm tash te zyra, edhe ndërkohë që do kolem pak kohë këtu, kalamaj këtu edhe ndërkohë bashkëshorti ime ka bërë mëngjesi dhe do t'rregoj se çfarë mëngjesi ka përgatitur ai për çunat e veta, sepse janë duke punuar këtu. Edhe ngrofsa është e ndezur, dhe t'rregoj një minutë. Kështu që është ndezur. Edhe kështu që do rrim për disa po them do rrim një orë, do shikoj se çfarë do bëj, siç ju thash, që do dalim më vonë, inshallah bëhet mirë. Edhe kështu që do i tregoj herë mëngjesin çfarë ka përgatitur bashkëshorti ime. Të shikojnë çfarë përgatitje ka bërë bashkëshorti ime, kështu që do haj dhe unë tash diçka se s'kam ngrënë akoma mëngjesi, edhe kështu që do i bëj edhe fëmijëve diçka. Në netën sa netën tash aty pak e zyra, ndërkohë që marrum, kemi ardhur edhe bruk. Edhe tash kemi mbledhur sot të iki pak ke kunata ime të shikoj se çfarë duke bërë, edhe flasim. Tash do nisemi për atje. Tash ke zyra e bashkëshortit time, tash po thënë drejtën, po ikim ke kurata ime, siç ju thash që doshin të dilnim, por do të them të drejtën, do të shikoj si është situacioni i lart, edhe atëherë dhe ikim atje, edhe koha është shumë e vrejtë, do sot nuk është jo koha e mirë, edhe kështu që do nisemi dhe sepse sot është 6 gradë. Edhe kështu që do t'ju thoja që do ikim herë atje. Unë sa po erdha pak i dhjera ime, ndërkohë që jam këtu me kunatën time dhe po prej sa të zgjot Sofian, se Sofian e ka dhënë gjumi. Ora ka shku gati 5, kështu që dhe li edhe 5 minuta atëherë të zgjodh, atëherë do nisemi. Do ikim ke ajo qendra ku po jetojmë ne. Edhe janë ta shtëpia, do t'ju shpjegoj fiks, janë shtëpiat e Krishtlindjeve ku festojnë festë po fund vitit, edhe shpresoj që të kalojnë bukur. Edhe vetëm do t'ju thoj që kam bërë një ndalesje ke vjerra ime, por rri pak këtu, atëherë do ikim atje. Sa po jemi nisur, edhe ndërkohë që Sofiani është quar nga gjumi, me thënë të drejtën, është quar me thënë të drejtën pak si jo mirë, sepse kemi zgjuar nga gjumi. E dim që nuk është mirë, por taleshi nuk mund ta lej deri vonë gjatë darkës të flej gjumë, se atëherë nuk flen gjithë natën. Kështu që kam vendosur ta zgjoj edhe do ju marr me vete tani, edhe ikim atje.
që janë kështu misteri, edhe vendosa të mesha një una dhe një quni time. Thanë drejten këta dy... Okej, një me ditë çfarë? Afrem? Okej. Një me ditë. Mami, hiq aty. Kom hier, Elian. Wow, është e mirë? Sofian, bof mirë. Sa po dolëm nga ajo qendra aty jashtë, edhe tash jemi lodhur më vërtet se kalamajt nuk po fillon të mos me ndetur më rahat, edhe kështu që kemi vendosur të ikim. Jam duke vënë gjërat në bagazh, edhe tash do ikim prapë ke konata ime, të rri atje disa orë. Edhe atëherë do e mbyll më vonë video sa të iki herë në shtëpi, sepse më vërtet jam shumë e stresuar për momentin. Sepse jam duke vendosur gjithë gjërat në për vendin e vet, edhe këmbët i kemi gjithë me lloç njerëz, se keni den sa pisët më hem borë kapucët.